Pas luftës së dytë botërore, evropianë vendet të cilëve ishin shkatërruar për të rindërtuar ju drejtuan të njëjtin burim nga i cili i kishin përfituar për shekujve me radhë, domethënë Afrikës. Por këtë herë kolonizimi tradicional nuk ishte përgjigje. Një nga vendet afrikane shpallën pavarësi dhe morën përsëri kontrollin burimet të tyre. Do you think we are free as Africans? Por Evropa gjeti një mënyrë të re, një mënyrë për të ruajtur të njëjtin dominim të vjetër pa pushtim ushtarak. Sooner rather than later you find yourself in a trap. Kjo armë e re nuk ishte as armë dhe as topa, por diçka shumë më e thjeshtë dhe në të njëjtën kohë shumë më degipruese. Vlera e burimeve në toksorët pa shfrytzuar të Arabisë Saudite është 2.5 trilion dollar dhe të ardhurat mesatare vjetore në këtë vend janë rreth $54.000. Pra ndoshta mund të thuhet se një vend ka 10 herë më shumë burime në toksorë se Arabia Saudite duhet të jetë 10 herë më i pasur dhe të ketë më shumë kulla, futbollistë më të shtrenjtë dhe stadiume më të mëdha. Imazhet që pat janë të rrugëve të Republikës Demokratike të Kongos ose Zairis, vendi më i pasur në botë me 24 trilion dollar burime në toksorë të pashfrytzuara, më shumë se çdo vend tjetër në botë. Por të ardhurat e tij mesatare vjetore janë rreth $600, që është pothuajse 100 të Arabisë Saudite dhe pothuajse e gjithë pulësia e këtij vendi është në kufirin e varfërisë. Vendet e tjera afrikane nuk janë shumë larg Kongos. 1/3 e burimeve minerale të botës si litiumi, nikeli dhe platini janë në Afrikë. 70% e kobaltit të botës në vitin 2023 furnizuar nga Kongo dhe pa minierë të kolbate të këtij vendi do të na duhet të themi lamturmëri të gjitha pajisjeve që punojnë me bateri të rikarikueshme, siç janë telefonat, kompjuterët dhe makinat elektrike. Në vitin 2019, vendet afrikane prodhuan 1 miliard ton minerale me vlerë $406 miliard. 10% e burimeve të ujrave të ëmbël të botës dhe 60% e tokës së punueshme të botës janë në Afrikë, megjithëse një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së kontinentit nuk ka një vakt të plotë në ditë. Shumica e vendeve afrikane arritën të fitonin pavarësinë e tyre pas luftës së dytë botërore. Por me sa duket kjo pavarësi nuk i ndihmoi shumë dhe ato janë ende në varfëri, njësoj si gjatë epokës koloniale, ku shumë banor të kontinentit filloi me pak se $2 në ditë dhe janë në vijën globale të varfërisë. Për të kuptuar pse po ndodh kjo, duhet të kalojmë të gjithë gjersin e detit mesdhet dhe të arrijmë në kontinentin e Evropës. Pas luftës së dytë botërore, kontinenti evropian u shkatërrua pothuajse plotësisht dhe për të rindërtuar veten evropianë ju dërtuan fondet e tyre të pafund të kushtimit pasurisë së Afrikës. Por këtë herë vendet afrikane u thanë atyre një jo të madhe dhe u thanë shumë seriozisht. Mjaft, duhet të jemi të pavarur, nuk duan të paguajmë për luftat dhe ambicet tuaj. Pikërisht këtu evropianët gjetën një zgjidhje të re, që do të kontrollonte pasurinë e kontinentit afrikan si më parë, dhe do i mbante afrikanët në iluzion si janë ende vende të lira dhe nuk konsideroheshin më koloni evropiane. Would it just be kinder not to tell Africa about the global economy? I feel like we kind of have to act like everything's okay, Africa. Make them feel good, keep them busy. Për ta bërë këtë, evropianët shpikën një armë të re, një armë të quajtur borxh. Një armë që nuk përzhurm, nuk shpërthente dhe nuk vriste askënd drejt për drejt. That transformation didn't happen by accident. It was by design, intentional design. Kjo armë e çuditshme mbahet në këto dy vende, në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore u krijuan një vit pas luftës së dytë botërore dhe qëllimi i tyre kryesor ishte të ndihmonin vendet evropiane dhe japoneze të shkatëruar nga lufta të rindërtonin veten. Detyra e Fondit Monetar ishte të rregullonte marrëdhëniet tregtare midis vendeve anëtare të saj. Banka Botërore u dha gjithashtu kredi vendet të tyre, por vetëm vendeve që ishin anëtare të FMN-s. Fillimisht vendet evropiane dhe të Azisë Lindore ishin anëtare të FMN-s, por pasi vendet afrikane filluan pavarësinë në mesin e shekullit të 20, këtë organizata ju ofruan vendeve afrikane me ofertë tërheqëse, me qëllim që të rifitonin aksesin në burimet dhe punën e lirë të Afrikës. The West wants to maintain dominance, economic dominance. It's useful for capitalism, for example, to have subservient countries to provide the raw materials that powers the engines in the center, in the core, in the metropole. FMN-ja u tha vende afrikane të pavarura.
E di që kemi një minerale të veshme, por nuk keni infrastrukturën, teknologjinë apo kapitalin fillestar për të nxjerrë këto burime. Është në rregull, pra çfarë do të bëjmë? E tëra çfarë duhet të bëni është të bëheni antar i organizatës sonë dhe pastaj ne do t'ju japim para për të shfrytzuar minerat tuaj, për të nxjerrë dhe eksportuar, për të pasuruar dhe pastaj për të shlyer kredin tonë. A nuk besoni? Moti i organizatës sonë është zhvillimi i qëndrueshëm dhe prosperitet për të gjithë antarët. At any one point in time in the South African context, $2 billion under mattresses. We need to get that out from under the mattresses, as you said in your intro, and get it into the banking system. Propozimi i FMN-s për vendet afrikane të pavarërisht ishte një propozim ëndërsh dhe pa vënë dyshim pretendimet e kësaj organizate auto bën antarë një nga një dhe në shkruan kontratë dhe rrepte të fondit, prej të cilëve huazuan miliardë dollar dhe ndiheshin rehat që me gjithë ato minera dhe pasuri të shlyenin lehtësisht kreditet e tyre të fitonin shumë para dhe të shpenzonin për zhvillimin e vendet të tyre. Greet you all in the name of peace. Africa is rich and not poor. The continents must move towards great unity and the human race must move towards unity. Por kur erdhi afati pagesës së kësaj të parë të këtij, ata e kuptuan se ndërtimi i një vendi nga e para nuk ishte lehtë. Qindra vjet kolonializëm dhe prapambetje nuk mund të kompensonin brenda një viti. E gjithë këto vende kishin marrë nga banka botërore i shpenzuar për ndërtimin e shkollave, spitaleve, rrugëve dhe infrastrukturës industriale, dhe ata ende nuk kishin marrë asgjë dhe nuk mund të shlyenin kësaj parë të kreditit të tyre, i cili ishte disa dhjetra miliona dollar. And the solution they prescribe normally get you deeper and deeper into the muck and mire of debt. Whatever they say about your economy is never matched by actual beneficial economic activity on the ground. Këtu Fondi Monetar Ndërkombëtar luajti aktin e tij në të dytë. Zyrtarët e fondit u thanë vendeve afrikane të pavarur: mos u shqetësoni fare, sipas marrëveshjes që në shkruar do t'ju japi një vit, por për të siguruar që të paguani kësën e parë dhe të dytë së bashku, do të dërgojnë disa ekspertë dhe këshilltarë ekonomik për të bërë një sër reformash të vogla në strukturën ekonomike të vendit tuaj, në mënyrë që shpenzimet tuaja të zhvoglohen dhe të keni para të mjaftueshme në llogaritë tuaja në fund të vitit për të paguar borxhet tuaja. Colonialism was not designed for development. It was not designed for justice. It was not designed for democracy. Vendet afrikane ishin të detyruara me kontratë të zbatonin rekomandimin dhe këshillat e FMN-s. Por këtë reforma ekonomike, madje edhe ato të vogla në praktik, dhe gradualisht i dhan FMN-s kontrollin mbi të gjitha të ekonomitë e vendeve të tyre. Këto reforma bën që këto vende të lëvizin drejt shitjes së plotë lëvëndeve të para dhe importit të mallave të konsumit dhe të harronin investimin në prodhimin industrial. They have their own officers on ground and they audit their projects. These institutions also lend you money, and a good percentage of that money is taken away and taken back to them through consultancies, so that you don't get the full benefit of the money, but yet you have borrowed and your citizens will continue to pay that money through taxation, which is very expensive and very painful. Për shembull, një nga këto reforma shtetërore dhe strukturore ishte se ato duhet të ulnin shpenzimet qeveritare dhe të rrisin të ardhurat e tyre, si duke ulur buxhetet qeveritare për arsim dhe shëndetësinë, duke shkurtuar të gjitha buxhetet qeveritare të mirëqenies dhe duke rritur taksat. Tani nuk kishte më rëndësi nëse njerëzit e varfër ishin të privuar nga ndihma sociale, arsimi dhe shërbime shëndetësore. Ajo që kishte rëndësi ishte që pagesat dhe kreditë së FMN-s të ishin të garantuar. Këshilltarët ekonomik të Fondit Monetar Ndërkombëtar detyruan qeveritarët afrikanë të privatizonin çdo biznes shërtor dhe që gjeneronte të ardhurën dhe me qenë se asnjë sektor privat në këto vende nuk mund të përballte punën, me sugjerimin e të njëjtave këshilltarë ekonomik, gjithçka ju dorëzua kompanive të pasura evropiane. Kompanitë evropiane ashtu si në epokën e viteve koloniale nxorrën burimet dhe minerat afrikane me punë të lirë dhe morën shumicën e tyre me vete në Evropë, duke u dhënë një pjesë të vogël qeveria afrikane për ta përdorur për ta shplyer borxhet e këtyre ndaj bankës botërore. And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. Kur të ardhurët afrikanë ulën dhe ata nuk mundën të pagunin mjaftueshëm taksat e qeverisë së tyre, qeveritë detyruan të shtypnin përpara për të financuar buxhetet e tyre dhe vlera e monedhës së tyre ra ditë ditës, por nga ana tjetër borxhet e tyre ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar ishin në dollar. Kjo do të thotë se raporti borxhet e tyre ndaj monedhës së tyre po rritej ditë ditës.
Kur borxhi rritet nuk ka taksa dhe asgjë të gjitha ato burime mjekësore dhe toksore, si profesori nuk arrit të qeveria e varfër afrikane. Por çfarë duhet bërë për të shlyer borxhet e Bankës Botërore? Sigurisht ata duhet të shkojnë edhe të marrin një kredi tjetër nga Banka Botërore dhe të përdorin atë për të shlyer kredinë më pas. As a band-aid solution is borrow more dollars so they can sustain deficit. That gets us deeper and deeper and deeper into the debt crisis. Sigurisht le të kujtojmë se kredia e re do të thotë edhe kushte të re të rreta dhe kontroll më të madh të FMN-s dhe Bankës Botërore mbi strukturat ekonomike të vendit dhe ky cikël përsëritet. Cili është rezultati një vend afrikan, sektorët e mirëqenies, së arsimit dhe shëndetësisë, të cilët janë mbyllur, punëtorët të cilët fitojnë më pak se $1 në ditë dhe janë të gjithë në kufirin e varfërisë, i që vendi detyrohet disa miliardë $, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. FMN-ja kontrollon ekonominë dhe burimet si profesorë dhe toksore janë në duart të kompanive private evropiane. E gjithë kjo do të thotë kolonializëm i ri me armën e borxhit, pa gjakderdhje apo fushata ushtarake. Tani nga 54 vende në kontinentin afrikan, 51 vende janë në kontrollin plot të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Deri në vitin 2022, borxhi vendeve afrikane nga FMN-s ishte $42 miliardë, ndaj Bankës Botërore më shumë se 1.8 trilion. Motoja e FMN-s është zhvillimi i qëndrueshëm dhe perspektiv për të gjithë anëtarët, por me sa duket kjo moto ka funksionuar në anë të kundërt për anëtarët afrikanë të këtij institucioni dhe sa më shumë që këto vende varen nga ky institucion, aq më të varfër ata bëhen. I think the World Bank says between 60 and 70% of Africa's capital shifted out of the continent. It's in banks in Europe and Asia and maybe America as well. Mund të pyesë vetë se cila është situata e tre vendeve që nuk kanë marrë hua nga Banka Botërore ose FMN, përkatësisht Libia, Botswana dhe Eritrea. Botswana është një nga vendet më të mëdha prodhuese të diamanteve në botë. Vendi nuk ka marrë kurrë hua nga FMN dhe nuk ka përvizzuar burimet e saj natyrore, veçanërisht mineralet dhe diamantet, dhe në vend të saj ka përdorur të ardhurat e saj në zhvillimin e infrastrukturës, përsimin e arsimit, zgjerimin e shërbimeve shëndetësore. Kjo është arsye pse ekonomia e Botswanës është letëvetisht e qëndrueshme në raportin e borxhit kombëtar të prodhimit të brendshëm bruto në 8% në vitin 2020, ndërsa kjo shifër është mbi 150% për një vend si Kongo. Libia, përpara se të rebelohej me nxitjen e perëndimit, ishte një nga vendet më të pasura në Afrikë dhe kishte një nga sistemet më të mira të kujdesit shëndetësor, arsimit dhe mirëqenies në kontinent. Mund të jetë interesante për ju të dini se generali Gaddafi donte të krijonte një bankë qendrore afrikane dhe të shpëtonte të gjitha vendet afrikane nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Por, krejtësisht relativisht ndodhi diçka dhe Libia u shndrua nga një vend i zhvilluar në një vend të shkatruar nga lufta. Mos thoni se mbështesin diktaturën e Gaddafit. Mos jeni aq naiv. That whenever the IMF say that your economy is doing very well, you should be very worried. The architecture of international economy and the architecture of international commerce is designed particularly by Western countries to ensure that African countries are kept in a perpetual state of desperation so that they continue to be economically dominated. Madje mund të shohim efektet e mosfutjes në borxh tek FMN dhe Banka Botërore në Iran. Një nga arsyet që i ka mundësuar Iranit të ruajë pavarësinë e tij pavarësisht të gjitha problemeve pas 4 dekadash presioni perëndimor, është se Irani ka pak borxh ndaj Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Me sa duket, për të shpëtuar kësaj varfërie shekullore, Afrika duhet të ngrihet përsëri kundër këtij versioni të ri të kolonizimit, për të cilin vitet e fundit ka pasur shenja. Në vitin 2024 në Kenya, njerëzit pushtuan parlamentin në vendet me shenjë proteste kundër taksave të rënda të vendosura për të paguar borxhe prej $3.2 miliardë të Kenyas ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar, ku policia i sulmoi brutalisht duke vrarë 5 persona. Në Niger, minera i Moren, e cila me 200.000 ton uranium është një nga burimet më të rëndësishme të uraniumit në botë dhe që nga viti 1971 ka qenë në duart të një kompanie franceze të quajtur Urano, u mor nga qeveria. French nuclear fuels company Orano announced on Wednesday that authorities in Niger have taken control of its Sommer uranium mine. Me uranium të lirë nga Nigeri, kjo kompani furnizoi karburant për 50 qese centrale franceze, të cilat ishin përgjegjëse për furnizimin e 60% të elektricitetit në Francë. Once you are in a debt trap, it means that your politics can also be controlled. It means that you can be directed on how to run your affairs. It means that you can be guided on what to do. And that, in my view, is what IMF and World Bank loves.
Tani duhet të presim dhe të shohim nëse vendet e tjera afrikane, si Nigeri, do të heqin qafe evropianët, apo nëse jo, do të tërhiqen. Dhe Nigeri do të ndodhte një njëjta fatkeqësi që i ndodhi Libisë më parë. Ekziston një shprehje famshme që thotë: "Është vërtet që njerëzit e disa vendeve në botë janë të varfër, por nuk ka vend të varfër në botë."